Alors on danse. Kujdes me kablot. Nezir rrimin mbrëma. Nezir Kraki. Allo Nezir. Për 30 sekonda jam me ty. Po, Nezir në ersir. Ku je, Kraki, ku je? Po, na ikën ekrani më bullet jo. Edhe kjo na duaj. A, Kraki? Ku je tani? Vetur. Po, na ikën ekrani. Dedion duri urgjent, më çon një çun të rregulloj ekranin, plak. Ja ku është. Po tani ikën zëri dhe Nezirit, po mirë. Jam... Po ju dëgjoj, po ju shoh shumë mirë, veç 30 sekonda sa të ndalem. Jo, po ti mund të flasësh duke ecur, apo jo, s'është problem. A, po, okej, po. Po s'ka si problem bre burr, mos e ki problem fare. Nezir, para se ti ja fjalën kullës, bëj analizën e vet. Ti je pjesë e vetvendosjes, nuk e di sa vota more. Deputet. Po kur them pjesë, patjetër pra, nuk e di sa vota mora, se sa vota ke marrë në këtë zgjedhje dhe në votat po numërohen çane. Nuk e çoj fare se sa mund të kesh. Sa? Dhe për momentin jam i 19 me i votuar në Kosovë. Super, perl. Nga 50 e ca që ka vetvendosja, po. I 19. Ka 110 kandidat dhe 56 mandate sa do dalin. Po? Dhe mendoj që do jem mirë me vota, sepse kemi marrë përqindje të lartë. Unë pres marrë më shumë vota se herën e fundit, që është një konfirmim i asaj se unë jam angazhu seriozisht, edhe ka marrë seriozisht këtë punë. Dhe ja po ndaloj këtu. Po Nezir. A keni edhe pamjen, po. Përqindja është shumë e mirë për neve si grup, dhe edhe individualisht do dalim gjithë mirë. Kështu që unë kam ardhë para afërsisht një viti këtu, jam angazhu, dhe votat që do marrë tash të konfirmojnë atë se nuk kam qenë veç efekt surprize i ati momenti, por njerëzit, qytetarët i besojnë asaj që përfaqësoj, asaj që them, asaj që shkruaj, dhe e vlerësojnë në mënyrën time të analizës, të kuptimit, të vakive politike, dhe sidomos bindjet dhe parimet e mia që janë të pa negociueshme. Nezir, më fal. Kraki, më thua një gjë. Do jesh ministër, se llafet janë hapur që mundet që ti jesh dhe ministër, që do të thotë duhet të lësh mandatin, se ju atje nuk lejoni, pra o do jesh deputet o do jesh ministër, të dyja nuk mund t'i bani dot. Apo do shkosh ambasador në Paris. Apo do rish deputet. Mund ta themi dot? Kudo, unë i kam thënë edhe drejtuesve këtu dhe kudo që të mendojnë se mund të jem efikas, unë jam tip i punëve konkrete, i punëve që kryhen, që përfundohen. Dhe ashtu si që jam ndërtu vetë në Paris, jam shkollu vetë, jam formu vetë, pa ndimin as kujt. Tash e tutje e kam luksin me deklaru që nëse më besohet një mision e kry deri në pikën e fundit. Me kështu me përkushtim të madh. Po pra, që do të thotë është i hapur ndaj çdo lloj propozimi që ti bëhet. Nëse mendohet, shikoni kriteret, mendoj që plotësoj shumë kritere si profesionalisht, si profil, si me angazhim publik, tash edhe me legitimitet qytetar, mendoj që kriteret plotësohen për me u angazhu ma shumë, do shta. Kraki, ma shumë përgjegjësive. Kraki, kjo ishte thjesht një parja jonë sot për të thënë suksese dhe urime dhe suksese për këtë fitore që patët. Faleminderit shumë. Unë për vete them drejtën nuk e fsheja gëzimin, më pëlqeu shumë kjo fitore tuaja, tëndja njerë, po edhe tuaja si parti. Tani, para se t'ja fjalën kullës,
Kraki, më thua një gjë të lutem. Ti si e shpjegon, nëse mund të ma thuash me 3 pika, 1, 2, 3, shkurt fare, si e shpjegon këtë fitore historike të Kurtit pra? Dhe a mendon dhe ti njësoj si Kulla që Kurti do ketë shumë të vështirë në muajin mars, kur i bien zgjedhjet e presidentit? Në prill. Këto të dyja, mund të mi thua shkurtimisht sintezë? Një sintezë, po. U mendoj që mandati i parë i Albin Kurtit ka arrit një farë të kuptohet nga qytetarët e Kosovës relativisht mirë dhe rezultatet kanë qenë konkrete në shumë fusha dhe në sidomos ky mandat e ka mundësu Kosovës me u ripozicionu në mënyrë serioze vis-a-vis Serbisë. Vis-a-vis e përfëngjisht sa i madh. Ndosjet komplekse që kanë patë mbet hapura në atë kohë. Dhe këto e kanë vlerësu shumë qytetarët e Kosovës dhe sidomos rifutjen e veriut të Kosovës, brenda Kosovës politikisht, kushtetutshmërisht. Dhe përveç kësaj ana sociale, Albin Kurti ka dëshmu që fakt vizionin e tij e ka pas relativisht qartë, nuk ka arrit ndoshta t'i bëjt 100% të atyre që i ka shpresu, i ka premtu, por vendosja, krijimi disa të drejtave të reja që s'kanë ekzistu ma herë në Kosovë, kanë qenë një rëndësie të veçantë për njerëzit, shtesat për fëmijë, ndihmat për lehonat, për njerëzit e moshuar, gjitha këto nuk janë veç shuma parash, janë se cilin rast janë krijimi një të drejtë të re që s'ka ekzistu ma herët. Qartë. Dhe kjo dëshmon ato që kur pushteti e kupton nevojën e qytetarit, nevoja shndrohet në rregull, në normë dhe i kthehet qytetarit në të drejtë që garantohet pastaj nga shteti. Në Francë për shembull, që e njeh edhe ti shumë mirë Qani, deri në vitin 36 nuk ka pas pushime të paguara, pushime me pagesë. Në 36 ka ndodhur një greve e madhe që ka mbetë histori dhe si rezultat e asaj greve janë arrit merren 2 javë pushim me pagesë. Nuk ka qenë kozgjatja pushimit senzacionalja, ka qenë arritja e kësaj të drejte, rikuperimi i një të drejte për qytetarët e francezë, pastaj nga 2 javë kanë kaluar 3 javë, 4, tash i kanë 5 javë pushim me pagesë. Albin Kurti ka nisë me 10 euro për fëmijët, ka kaluar 20 euro, tash 35 euro, do kalojnë 90 euro gjatë ti mandati. Do të është kriju një bazament, është sistemu Kosova nga brenda, në mënyrë që shteti me qenë prezent jetën e njerëzve sa më pozitivisht. Sepse shtetet si Kosova nuk e kanë bri ende nivelin e industrializum, ku ekonomia organizohet veç të investimet e mëdha kapitale, që ato tani të vetëmbahen dhe gjenerojnë punë dhe pasuri. Në shtetet si Kosova ka nevojë që shteti, ana sociale e shtetit me qenë prezent jetën e njerëzve edhe për një kohë, derisa të arrihet ai niveli i Slovenisë për shembull ose i Kroacisë. Kraki, këto janë disa arsye pse njerëzit e kanë vlerësu. Ti më rendite po, gjitha arsye sepse ai fitoi kaq shumë bebitshëm kësaj radhe, ndryshe nga muaji i shkurt që nuk arriti dot të bënte qeverin, tani e ka të thjeshtë apo jo. Tani, a mendon që do ketë ngërç, do ketë bllokim Kurti tek në prill te presidenti? Te zgjedhja e presidentit të ri? Nuk pres që të ketë ngërç, sepse shikoni, ne kemi gjatë këtyre 10 muajve kemi dëshmu si grupim politik që megjithatë edhe në Kosovë mund të synohen nivele normale e të larta të funksionimit demokratik të shtetit, duke mos e synuar rendin kushtetues dhe duke i mbet besnik disa parime që duhet të rezistojnë politikës. Sistemi politik dhe kushtetues duhet të jenë në çdo rast më të forta se politika, se nevoja politike e momentit. Nëse, për shembull në Shqipëri ka ndodhur shpesh që rendi kushtetues, rregullat e lojës atje me ju përshtat nevojës politike momentale. Kjo e deformon tani funksionimin normal të shtetit. Qartë. Në Kosovë ne nuk e kemi leju që të na dal nga dora norma e shtetit, funksionimi normal i shtetit,
Prandaj ndodhi blokada, sepse nuk pranuam ne që mbi rregullat kushtetuese të shkelim në mënyrë që politikisht dalim nga një krizë e cila nuk na shkaktoi dhe as dëm, sa do të na kishte shkaktuar dëm çrregullimi, deformimi i rendit kushtetues dhe i parimeve bazë. Që me fjalë thjeshta do të thënë Krakiti thuaj që Kurti do gjejë deputetët e nevojshëm, qoftë LDK-ja, qoftë nuk e di se ku, për ta kaluar presidentin. Po, absolutisht unë pres që shumica në Kosovë fitohet me 61 deputet, jo me 80, ai 80 që i prezencës biologjike në sallën e kuvendit për zgjedhjen e presidentit, është një absurditet kushtetues që është nxjerrë nga gjykata kushtetuese disa vite më herët, dhe i cili duhet rishikohet më vonë ndoshta nëse vijë rasti. Por unë nuk pres që partitë për shembull si LDK, e cila psoi dje debakel, do të ishte totalisht e pandershme që pasi i ke humbë zgjedhjet, me pretendu me fitu diçka a posteriori në një betejë ku nuk fitohet, ku s'ke asgjë për të fitu. Qartë. Sepse aty kërkohet veç konstruktivitet politik dhe pranim i rezultatit dhe të vullnetit njerëzve i cili u shpreh dje, aq qartë. Jam i qartë. Që unë pres që më u tregu më konstruktiv ata, sepse nëse shkohet zgjedhje me atë bindje në qytetarëve se prap këta bllokuan, se prap këta nuk e pranuan humbjen, atëherë ka shumë rrezik që dënimi ndaj tyre të jetë edhe më i lartë se 50%. E kuptova, pra obstruksionizmi thua ti, obstruksionizmi politik dhe parlamentar në Kosovë dënohet nga votuesit. Dënohet nga votuesit sepse njerëzit tu janë politikisht vetëdijshëm, kanë një nivel të lartë vetëdijes politike dhe të nevojave esenciale që i ka Kosova si shtet, edhe kur bëhet fjalë për Serbinë, edhe kur bëhet fjalë për integrimit evropiane, edhe kur bëhet fjalë për funksionimin normal të shtetit, sepse ne kemi vujt shumë me ardhur deri në këtë pikë, dhe tash që kemi arrit një nivel normal të funksionimit demokracisë dhe kemi rimarr kontrollin total të territorit, askush në Kosovë nuk është dakord që këto të rrezikohen, që të bëhet regres për teke politike të një lideri aksidental apo një partie që është në ramje të lirë kështu. Kraki, mos u largon nga makina, sa të bëj një xhiro unë të iki të shoh çik ç'bëhet te nga se pastaj do të lë me kullën, do ketë me siguri kulla një gjë për të thënë ty para se të më ikësh. Në kënaqësi, me Po, respekt. Maria ti të lutem mos më ik, sa të bëjmë një xhiro së bashku, le dio ikim sepse tani është momenti, përfitoni sot jo iku dita e sot, me fakt se jemi në darkë. Nesër të paktën 31 dhjetor, shkoni për të bërë blerjen më të zgjuar të jetës suaj, dhe këtë e kam për ju prindër që keni bebe të vogla ose fëmijë në moshë të re. Shkoni dhe shikoni, ky është dyqani që ju duhet të bëni dhomën e gjumit për kalamajt tuaj. E para njerë janë mobilje që nuk i elmojnë kalamajt, shumë e rëndësishme, janë certifikuara. Ky dyqani që shikoni ju këtu është një brend i papan ndërkombëtar që është në mbi 100 shtete dhe quhet Çilek. Çilek, kaq e thjesht. Me rule shtrydhe është ajo logo, shikoni. Super krevate për kalamaj, të formave ndryshme dhe makinë, dhe krevat makinë. Këto së diskutohen këtë pasaj marinari. Shivi komodinat, dollapet, gjithë shka i ka të bëjmë me gjumin. Urgjente Çilek sepse ka deri në 30% ullje. Nesër është momenti fundit. Çilekun e gjeni, janë super materiale, të certifikuara. Çilekun e gjeni ose përballë Deli Orgjit, kompleksit Deli Orgji, lexon Çilek, ose që qendra tregtare Prestige Home, keni Çilekun atje, ose Çilek.al, ose në Instagram Çilek Albania. Çilek, mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj, të paparë. Dhe me qëra fjalët jo, sigurisht për të vajtur të Çileku apo të Dorelani pak më parë, ju sigurisht në këtë trafik të tmerrshëm të Tiranës duhet furnizoni makinën apo jo? Ku do shkoni ta furnizoni? Ja unë kanë thënë mos fusni çdo lloj zorre që u del përpara në rrugë. Në makinën tuaj zë shkatroni. Unë me kullën jemi shumë të kujdesshëm te kjo pikë. Nuk e di ç'bën kulla, por ne i bindë te kulla shoku im i vjetër. Kur i del SP-ja nuk për të ndaloj vëlla. Sepse ka karburant mirë. Unë makinës time i hedh vetëm SPO Oil zonja zotrin. Jemi në një vend mashtruesish, s'ka nevojë t'ja u them unë. Kështu që shkoni te SPO Oil që t'ju mbaj makinën në shëndet të plot, performancë motorit brillante, është karburanti pa hile në Shqipëri, është pa hile.
dhe ka një super logo të bukur. E gjeni gjithë andeje së po ilin. Është The Fuel of Champions. Është karburanti kampionëve. Falenderoj Saidin, mikun tim Said, pronarin e ESP-s, që ka këtë bashkëpunim kaq të gjatë me emisionin Zonë e Lirë. Partneri papar Saidi. Rikthehemi Ledio, edhe njerë me të njëjtën fabul, me Nezir Krakin, që po flet nga makina live, edhe me Ilir Kullën. Ora është 23:08 minuta. Kraki i atje? Ja ku është. Kulla ti njihesh me Krakin? Jo, nuk kem takuar Nuk je takuar. po e ndjek në media kur del, sepse është interesant. Është shumë interesant dhe unë e kam shumë xhan, nuk e di pse. Ka një shpirt artisti Kraki dhe është shumë njeri i ndershëm dhe i mirë. Prandaj unë kam gjithmonë dëshirë që sa të kem mundësi ta kemi vete. Plus na lidhe frëngjishja shumë them. Unë një Albinin herët, po. Ti njeh Albinin herë. Herët, fare. Sot ka marrë qa një super dhurat për vitri, më ka ardhë nga, se ti e di që unë jam shumë i lidhur me Kosovë. Aha. Është një sirolaps me 3 temat e UÇK-s, Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, Ushtrisë Lirimtare Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit dhe Ushtrisë Lirimtare Kombëtare, bashkë me betimin e ushtarit të UÇK-s, edhe bashkë me datën e themelimit të UÇK-s, të UÇPMB-s edhe të Ushtrisë Lirimtare. Mund ta kthesh atë kutinë e sirolapsit këtej nga kamera i të shohim dhe dritat se duket bukur. Ledio ka veç dritat e kësaj kutisë që ka. Duken dritat apo jo? Kam përshtypjen se duken pak po. A Ledio duken dritat? Është me drita ka paku, është i papa, është i Po, lezetshëm. duken. Ja, dhe është i lezetshëm shumë. Unë jam, ti e di që jam shumë i lidhur shpirtërisht me Kosovën. Po me UÇK-n jeti më shumë, nuk jemi vetëvendosjen kulla me sa Pse kuptoj. vetëvendosja çfarë janë? Vetëvendosja janë o fëmijët e atyre të UÇK-s, ose drejt për... Po pse çfarë është Recep Selimi që është në Hag? Është një nga 10 kryesorët e UÇK-s. Nëse po është me PDK-n apo jo? Jo, Recep Selimi është deputet i vetëvendosjes. Vërtet? Themelusi vetëvendosjes, po. Që është Hag bashkë me Hashidin? Po, more? Mos ja fut kot. Po, more, po ka gjithë Po ato. pse nuk kanë diferenca këta, se unë di që UÇK-ja është, si të thuash, PDK-ja e sotme, se thuash Këja e pasardhës. sotshme është trashëgimtare e UÇK-s, por nga ata që kanë ngelur sot në drejtimin e PDK-s, nuk ka më asnjë nga UÇK-ja, dhe janë dy që janë aty si fusin parlamentet ata, që kupton se shumë pak kanë ngelur. Dhe ajo që ndodhi në zgjedhjet vendore, ku ata partia nuk e kandidojnë në Drenas, Ramiz Ladrocin, që është vetë një nga themeluesit e UÇK-s, vllai një nga emrat më të mëdhenj që ka pas UÇK-ja që ka vdekur. Dhe Ramizi doli si kandidat i pavarur dhe fitoi kundra të gjithëve, kryesisht kundra PDK-s, tregon pikërisht një nga krizat që ka PDK-ja sot, që sot Kraki? që sot shëmbëllehet me këtë rezultat, se dhe rezultati PDK-s është i dobët, pikërisht sepse ka ikur nga bazën e ka akoma aty, po ka ikur nga ajo traditë dhe ka Po kaluar... PDK-ja pranë, duke se doli 3 pikë më larg se zgjedhjet e kaluara. Shiko, PDK-ja doli... Nuk doli parti e parë, po PDK-ja, shiko, LDK-ja ka dalë keq apo jo? zgjedhje tani mund të t'jap opinionin tim? Jo, po unë dua ta lidhesh edhe pak muhabetin me Po, Krakin. me Krakin po flasim. Çështja është që vetëvendosja sot ka një avantazh strategjik në krahasim me tjerët. Kush është avantazhi strategjik? Vetëvendosja ka lider. Dhe në një vend si Kosova, lideri është një gjë shumë e rëndësishme. Pse? Sepse tradicionalisht Kosova ka qenë Ibrahim Rugova, i cili ka vdek 20 vjet përpara, tani bën 20 vjet. Dhe kur vdiq Rugova, i cili për hir të vërtetës kur dilte në elektorat merrte 70% të elektoratit, partia e Rugovës u shkatrua dhe më rriti këtu ku kam rrit gati 10 deputet, për pak kthehet në OJQ. Ka një dën ama. Djali Ibrahim Rugovës zgjedhje ka marrë 20.000 vota. Gjithë LDK-ja ka marrë 110.000 vota, 20.000 nga cilat i ka marrë djali Ibrahim Rugovës. Pra elektorati është aty, po nuk ndjek këta që kanë marrë partinë dorë, se ka shkatruar partinë. Ku kanë shkuar elektorati LDK-s thuati? Një pjesë e ka marrë vetëvendosja, një pjesë nuk del fare të votoj. Ke për shembull PDK-n. PDK-ja ka një krizë të fortë leadershipi, pse se liderat janë Hag. Qartë. Dhe me këtë avantazh strategjik, ku ti ke aty për shembull, sepse për hir të vërtetës vetëvendosja i doli Borxhit, edhe PDK-s, edhe LDK-s, edhe Nismës bashkë me Që i ftoi. I tha, hajde futun i bashkëqeverisje. Dhe këta nuk u futun, duke mos kuptuar një gjë, që gjëja më e rëndësishme, thoshte Andreoti, ajo që të dëmton pushteti, gërryen atë që nuk e ka, jo atë që ka. Kjo është e vërtet. Dhe vetëvendosja bëri një vit në qeveri, me atë qeveri që ishte, duke vazhduar,
Ndërkohë që këta rrinin aty dhe i vetmi vendim që morën ishte që të mos merrnin asnjë vendim. Dhe vetëvendose u tregua pragmatiste, e organizuar, e strukturuar dhe qëndrojnë pushtet gjatë gjithë kohës. Dhe i dha dhe avantazh tjetër vetëvendose, i tha bëjmë dhe një kryeministër tjetër nëse s'doni. Bëjmë Glau Konjufsën. Këta prap nuk e votuan. Dhe çfarë treguan? Që janë në një mungesë totale leadershipi. Dhe përsa kohë, këta do kenë një mungesë totale leadershipi, pra këto dy partitë e mëdha, këto dy blloqet PDK, LDK, vetëvendosja hyn me këta kollaj fare, jo në prill për presidentin, po sa herë dush, edhe një herë muj bën zgjedhje dhe prap i fiton. Sepse këta janë pa leadership, këta janë një makineri me elektorat, Hashimi është Hag, Rugova nuk jeton më, kush do të mund? Ramushi merr atë pjesën e vet që i mori prap 6 deputet, futet në parlament, po këtu përfundon gjëja. Ndërkohë vetëvendosja përveç që është strukturuar, ka dhe një lider të fortë, i cili është absolut. Kulla, kjo që sa po the ti, që është shumë interesante, dhe që Kragi e pash që po të pohonte me kokë, për është dakord me ty, kjo ka të bëjë me strategji politike, strategji elektorale. Pyetja ime është kjo. Fakti që Albin Kurti fitoi prap, pra ka arriti këtë fitore historike, sërish që është më e madhe se ajo e kaluara, dhe që e bën qeverin vetëm. Mos doshta ka të bëjë dhe me arsye të tjera, pra përveç strategjisë politike, përveç leadershipit, pra mos doshta Kurti duan kundërshtarët e tij, mos doshta ka bërë vërtet gjëra në Kosovë që s'ishin bërë përpara? Shiko, ai ka bërë një gjë. Pra po t'i futemi thelbit. Ai ka bërë vetëm një gjë që s'ishte bërë. Ai prap ka bërë 2 fitore strategjike që janë shumë të rëndësishme, në të cilët unë kam qenë gjithkohës me të. 1, i tha jo planit për ndryshimin e kufive. Po. Dhe ka qenë konsekuent dhe insistues në këtë. Po, kjo është e vërtet. Dhe 2, e vuri, se bëri policia e Kosovës, në fakt, po ky qëndroi fort politikisht te kjo pikë, i vu kufirin të thana Serbisë për sa i përket veriut të Kosovës. Dhe kjo është një gjë që ati u dha në mesazhin në zgjedhjet vendore. Mbetet thua kjo të memorien elektorale. Në zgjedhjet vendore ai mori Mitrovicën, dhe ç'është më e rëndësishme ai kaloi nga 4 bashki që ishte në 7 bashki. Dhe kur bën zgjedhjet vendore unë thash, pavarësisht se këta thonin jo nuk fitoi në Prizren, jo nuk fitoi në Prishtinë, ai prap forse e dy doli, nuk është ashtu. Por thash, kjo është një fitore shumë e madhe sepse në një vend si Kosova, ku pushteti vendor është goxha i fortë sepse ka një autonomi të fortë pushteti vendor. Dhe ka lezet. Kalosh në 7 bashki, 7 komuna, nuk është diferencë e vogël, është diferencë e madhe. Pra, ai është më i qartë se të tjerët, di se ku do të shkojë, flet gjuhën që njerëzit duan të kuptojnë për momentin, por mbi të gjitha, ai e ka fushën bosh, nuk ka lojtar përballë tij. Tani me gjithë respektin që un kam për Bedri Hamzën, është një teknicien shumë i mirë e tjerë. Bedri Hamza duhet thënë është kryetari i ri. Kryetari i ri i PDK-s dhe ishte edhe kandidati për kryeminist zgjedhjet që shkoi. Nuk është lider, unë e njoh mirë PDK-n. Për të mos folur për Lumir Abdixhikun që në asnjë ditë të 5 viteve të tij nuk ka shprehur kurrë një ditë, si më thon, leadership. Kur, nuk do mbahet më. Dhe ai duket djalë korrekt shumë, ha? Po në 5 vjet nuk do mbahet më për një gjë, se në 5 vjet një gjë duhet ta kesh bërë. Marr vesh. Dhe Albin Kurti e ka kollaj lojën sepse përballë nuk ka asnjë. Dhe jo në prill që pra ti nuk e quan, pra, me sa kuptojnë nga analiza jote dhe këtu do të marrë ndihmën e Krakit, dhe pra a jeni është dakord Kraki me ty? Ti më shumë ja vë prap mungesës së opozitës ose një opozite të se sa meritës së Albinit. E çorganizuar, të shpërlar, të përçar, se janë dhe të përçar, kupton? Ti e kupton që Fatmir Lima u zhduk shkoi me 1.5%. Albin Kurti është lutur Fatmir Lima. Edhe ky AK jam duket. Jo, po ju AK-ja u fut në parlament. U fut? Po mezi u fut pra. Fatmir Lima nuk u fut fare. Po pra se është poshtë 5%. Ju lut Albin Kurti, futu që të rritesh dhe të forcohesh, sepse duke qenë pushtet do rritesh dhe do forcohesh, dhe u zhduk politikisht. Tani, çfarë faj ka ky që këta e para nuk e kuptojnë që politika është një lojë, e dyta nuk e kuptojnë përgjegjësinë, dhe e treta, u kalua një vit jo i lehtë për Kosovën çan. Një vit me sanksione nga Amerika, sanksione nga Evropa. Tani u hoqën sanksione nga Evropa. Po, me bllokim, një vit pa qeveri, dhe këta bënin lojra të vogla, si më thonë, lojra me porta të vogla futbolli. Qartë. Jo në lojën e madhe. Në lojën e madhe, Albin Kurti ka qenë më i qartë se këta, dhe vazhdon është më i qartë dhe do jetë më i qartë. Përsa ko opozita nuk prodhon
një proces në cilin të ketë një lloj bashkëpunimi, integrimi, doktrines. Le dio më rregullo pak, rregulloj tani se na ikën plak, nuk e bën dot emisionin. Dhe pjesa tjetër në cilën Albin Kurti, mua më vjen shumë mirë se kam qenë një nga insistuesit e parë kësaj gjë, e ka kuptuar mirë se të tjerët, është nevoja që shteti i Kosovës i duhet një ushtri e mirëfillt dhe i duhet 1 miliard euro për mbrojtjen. Dhe këtë e ka bërë. Në kushtet që ti ke një qeveri, pra një lider i cili është qeveri, është kryeministër, ka marrë veriun, ka thënë jo Ballkanit hapur, ka thënë jo ndryshimit kufive, i ka vënë kufirin të thana Serbisë atje. Ka një lloj qeverisje me një lloj logjike të antikorrupsionit në të shtu. Dhe s'ka njerëz përballë, si do dalë rezultati? Me gjithë një perceptim që me amerikanët si ka pas punë të mirë. Po shiko, duhet kuptosh një gjë, kur ka filluar me që kemi të UÇK-ja, kur ka filluar lufta në Kosovë, e di ti si e qundë Amerika UÇK-n? Terroriste. Terroriste pra një si Hamasin, po. E qundë terroriste. Por kur përfundoi lufta, si përfundoi? Heron. Aleat. Po, aleat, po. Kështu që nëse je i duruar, nëse je insistus, nëse fiton, je me drejtën tënde, ja shpjegon të Amerikanëve, ndryshon dhe opinionin Amerikë. Mos doshta Aram si këtë do të bëj tani. Ky është argument komplet tjetër. Ky është argument komplet tjetër dhe nuk kemi pse ta parashikojmë. Unë mendoj që një nga gabimet më të mëdha strategjike të kryeministit të Shqipërisë, Çoçmit, në historinë e tij me Kosovën ka qenë rreshtimi i tij edhe me çështjen e ndryshimit kufive dhe me Ballkanin hapur. Mendoj që kanë qenë 2 gabime strategjike që i kanë kushtuar jo pak. Tani me qëra që rregulla, dua ta lë Krakin rehat tani sepse është makinë, nuk mund ta mbaj më shumë. Keno një gjë për i thënë Krakit, cila është pikë urime, edhe përveç urime vëlla, cila është pikë dobët e Kurtit, thuaja Krakit. Pika më e dobët e Kurtit ngelet ekonomia në gjykimin tim, po kjo kërkon një bisedë më të gjerë. Sepse janë majtisë ata apo jo? Jo, sepse ata janë për shpenzime për t'i dhënë të varfër sa më shumë lekë. Jo, ajo është mirë, po çështja jo, nuk është aq mirë ajo vëlla. Jo, ajo është mirë kur ke edhe do t'i japësh, sepse Kosova e ka borxhin publik të ulët edhe këtë avantazh e ka. Çështja është duhen në qeverisje duhen njerëz që të jenë më aktiv në ekonomi, po kjo është një gjë tjetër që do ta bisedojmë një herë tjetër, është një bisedë. Nuk është momenti tani. Ndryshe. Për momentin ata kanë fituar dhe njerëzit ja kanë dhënë atë. Pra pikë dobët e Kurtit veç ekonomisë thua ti, do jetë presidenti se Kraki tha nuk bëhet as. Numrat janë kokfort. Do t'i duhet bëj marrëveshje sot, ai mund të bëj marrëveshje vetëm me PDK-n, po kjo do të thotë që nuk bëhet zonja Osmani presidente, ose nëse zonja Osmani do shkojë t'ia mbushë mendin ish partisë vet, pra LDK-s, edhe të futet ata ta votojnë ata, po unë nuk mendoj që LDK-ja në këto kushte e ka të kollajt këtë vendimarrje, pasi duhet bëj një kongres shumë shpejt dhe duhet zgjedhë liderin e ardhshëm. Je i madh kolla. O Kraki, para se të lë të ikësh, a mund të bëj 2 pyetje, lutem? Po, Xhani, po. Kraki, më jep, kësa radhe nuk do të lë të flasësh gjatë. Do ma thua shumë shkurt. Se ti je në gjendje, je aq inteligjent. Ore Kraki, a ka ndonjë mundësi, mund ta japësh një këshill më burr? Si mund të organizoj unë zgjedhjet në Shqipëri pa manipulime, vëlla? Se kam gjithë të vite që i marr zgjedhjet duke manipuluar, duke blerë me patronazhiste me kështu. Si t'ja bëj që të bëj një parë zgjedhje pa manipulime dhe të fitoj prapë? Pa inxhinjeri. Ka ndonjë mundësi? Unë tani që e vënë vetë parë, pyeta, sa pëlqej kjo. Bo futa janë futur në rasti brenda. Sigurisht më ka marrë tash, Uk Rugova që jemi live. Uk Rugova është djali. Djali. Uk, doli emri. A Kraki, një këshill të lutem. Ne duam fort Shqipnin. Fillove tani me këto. Të lutem Shqipnin. Hiqe këtë pjesë. Ja duam historinë, gjeografinë. E di, as e vënë dyshim. Edhe demografinë, po politikën. Unë dua më shumë Kosovën. Unë dua më shumë Kosovën. Ju e doni Shqipërinë, unë dua më shumë Kosovën, vëlla. Nuk e di pse jam i dashuar me Kosovën. Të lutem thuaj. Ne kemi pas, ne mendoj që kjo punë e kam bëni një shkrim më të detajum para disa vitësh, ku kam sqaruar sepse shoqëria kosovare dhe shqiptarët e Kosovës, shkaku i udhëtimit të ndryshëm historik që kemi pas, i vujtjeve të ndryshme historike, i shkeljes, i represionit, kemi disa arsye tjera ne pse jemi më të respektueshëm ndaj shtetit. Dhe pse mos ja fusi njëri tjetrit? Ja fusi po me lezet. Dhe pse vlerësojmë më shumë atë që kemi arrit. Se të vlerësoni atë që s'keni pas, normale. Fiks. Dhe kemi pas edhe fatin që nuk ka qenë gjithçka perfekt me prezencën ndërkombëtare në Kosovë. Megjithatë,
prezenca unë mikut në atë kohë dhe u leksit, na ka obligu që në start që të ta respektojmë procedurën si procedurë, etapa si etapa, në administratë publike, në respekt rregullave, disa normave dhe edhe kontakti i ngjeshun i shpesht i diasporës kosovare me shtetet më funksionale demokracitë më të mira në Evropë. Qartë, e kuptova. Ne kemi importu praktika korrekte, sjellje korrekte këtu, kemi pas edhe të jashtëm këtu dhe na jemi sistemu mbar që në start. Shqipëria e ka humbur momentin pas shembjes komunizmit. U mendoj që Shqipëria nuk e ka pas fatin të kaloj përmes një periudhe risistemimi societal, në frëngjisht po e them societal, si shoqëri, dhe tash në Shqipëri është instalu, është normalizu një farë kaosi edhe politik, edhe ekonomik, edhe social, me cilin janë pajtu njerëzit me sa shohën, dhe prej cilit nuk kanë më as dëshirë as interes të largohen njerëzit, sepse nëse nesër mëngjes Shqipëria funksionon krejt normalisht, njerëzit ka gjase me u habit dhe me kërkuat funksionimin anormal, me cilin janë pajtu dhe janë përshtat. Unë mendoj që Shqipërisi duhet, kam ju da shumë kohë, me arrit nivelin e Kosovës në këto aspekte. Unë uroj që Shqipëria dhe kjo duhet vi nga lartë poshtë, jo nga poshtë lartë, dhe liderët atje, absolutisht. Kraki, më dëgjoj Arianin, shkurt fare, unë u lodha duke votuar në Shqipëri, dhe s'puna ime du t'jenë shumë, po flasë për vete, se jam egoist, u lodha duke votuar në Shqipëri, vëlla. Se e di shumë mirë që vota në Shqipëri inxhinjerohet. Ka raport ndërkombëtare për këtë, nuk ka nevojë ta them unë. O Kraki, a mund të më thuash si mund të bëjmë, do hysh mik si mund të bëjmë shtetas kosovarë se duat vitë votojnë Kosovë, vëlla? Unë të ndihmoj ti personalisht me çdo lloj procedure, kështu që jemi se ardhëm. Ai bën propozimin te presidenti si deputet dhe se ka të drejtë? Po. Kraki, vërtet, a mund të hyjmë mik live tani, a mund të ndihmosh të bëjmë shtetas kosovarë? Unë kam mundësi të ndihmu, po. Ke mundësi? Po më ndoj me dimi kur e plotësisht të drejt të kërkosh shtetësinë e Kosovës dhe një banes të gjejmë këtu në Prishtinë dhe kosovarizohu. Lajmi mirë, kulla, u gëzova shumë. Po, Kraki, me që ngelet ajo e Shqipërisë, do të them atë që thoshte një nga rilindasit tanë të mëdhenj, ai Bekonica. Shqipëria do bëhet qoftë edhe për inat shqiptarëve, kështu që pa merak, mos u... Absolutisht. Dhe Shqipëria duhet bëhet, ka shumë aspektet integrit, ka hapë gjithë kapit, shkaku dhe i konteksti geopolitik, cilin dhe ju e mirë, dhe duhet ta përdorim këtë moment. Shqipëria me Malin e Zi ka shumë gjasa atje të pjesës 2030, kështu që unë e gëzuar, por në Shqipëri duhet dhe mos ketë mosh shpërndara e vota marë, ketë pura mitë mund të shkojnë në shkollë normalisht, në fshatë largë të atje. Kraki, para se të them bon shans, para se të them bon shans dhe me meilleur vë pour l'année prochaine, para se të them gëzuar dhe urimet e mia për vitin që vjen, kam të një gjë tjetër, Kraki, nëse mundesh midis nesh. A mund të më thuash kush është kjo morbur? Kjo është një Dejona Mihali që po bën namin në Kosovë. Ç'është kjo? Është një femër misterioze, është nga jugu, edhe thonë që është njeriu kryesor. Më këtu nga Tirana? Jo, është nga jugu me origjinë. Po me origjinë, po këtu nga Tirana dhe bloku ka shtëpi. O kulla tani do më lësh një sekond tani. Po. Po se nuk mjafton të thuash vetëm këtë pra, se në Tiranë mund ta ketë shtëpinë te bloku. Pa ajo është me origjinë greke, është minoritare. Po mirë, shumë mirë që është minoritare. Tani jo, po më intereson kjo gjë. Është një nga njerëzit më të afërt. Kryeministrin kur. Pak më herët isha. Iku zëri tani Kraki, nuk e dëgjon dot e shikoj. Iku zëri. Kraki të ke ndërhyn grekët. Jo, iku që parë, iku që parë s'ka lidhje. Am dëgjon çani. Të dëgjoj po ke një shkëputje Kraki, nuk e di s'do bëjmë. Do ta mbyllësh të lidhesh dhe njerë, se ke një shkëputje. Jo, më do të ma thot për Dejonën, më. Apo?
Po ku dion, ke ishte Am dëgjon tash. Dëgjohesh, po të ikën, ka një, a Ledio, është keq zëri apo jo? Apo? Ledio, Po, ka një shkëputje të vogël që. si t'japim Ledio? Se gjunat, nuk duhet më iki Kraki pa më thënë se këtë misterin Dejona Mihalik. Vazhdo pyete, besoj që do ta... Unë e të pyetjen Qani, shiko, është një shqiptar tepër këtu në Kosovë është e angazhuar seriozisht e sinqerisht në vetvendosje, e cila punon shumë, e cila interesohet shumë për funksionimin vendosjes, është koordinator komiteteve dhe ka sens të analizës, e kupton gjën politike, kupton ato që ndodh, dhe totalisht e dobishme aty ku është, në rolin ku është, dhe ajo që flitet rreth saj është më shumë si një legjendë urbane që ka qarkullu, sepse unë kam një vit që jam këthy dhe në asë një rast të vetëm, në marr as indikacione si me fol, as si me shkru, dhe as çfarë të them publikisht, as nga dhe as nga dikush tjetër aty. Ore, po është e vërtet që ka qenë afër, o Kraki, është e vërtet që Dejona ka qenë afër Erion Velia në kohën para 20 vjetësh kur ai ishte te mjafti? A është e vërtet kjo? Po nga i komunitet, po. Nuk e di. Se ke iden. Nga i grupim vjetë. Nga i grupim vjetë. Jo se ka qenë, Por Dejona lidhje kështu se po. Jo, nga i grupim vjetë, grupim kështu. Është e majt pra, është e majt dhe ajo ideologjikisht është e majt e kështu të gjitha. Po ti harrove që ta kanë qenë bashkë. Bash. PSVV deri para Po, sa bash, vitesh. po. A Kraki? Dejona meriton respekt dhe nuk duhet ndalet sa më shpejt ai dreqëzimi apo demonizimi i saj në Kosovë, në media ndryshme nga Qa nuk thonë Kosovë, ato? që nuk kanë si... Kraki, suksesin shqiptarët nuk ta falin, kush do t'jesh, do më thënë. Kur ke sukses, do kesh edhe këtë punë. Kështu që kur merë përsipër të bësh politike dhe do t'i durosh të gjëra dhe shqise. Po tjetër. Rrje vetëm Absolutisht. Por Dejona, nëse vendosje ka sukses zgjedhje, është edhe falë Dejona Mihalit dhe njerëzve si ajo, që angazhohen... Po di më e di që është një nga njerëzit më të rëndësishëm, po gjithsesi Kraki, unë mendoj që nëse sot Hashim Thaçi nuk do kishte qenë burg, po do ishte jashtë, rezultati PDK-s do ishte ndryshe dhe ju do ta kishit shumë më të vështirë. Po në mungesën totale të leadershipit opozitar, sepse duket që janë komplet munguar atje, e keni shumë kollajt, keni një betejë pa barabartë. S'ta pranon këtë Kraki? Ka gjasa që shikoni, edhe Albin Kurti edhe unë personalisht kemi qenë gjithmonë kundër gjykatës speciale. Këta e di shumë mirë. Shumë shkrime, po, dhe unë uroj që ajo për të kryet dhe të ndërpritet sa më shpejt dhe të kthehen ata në Kosovë, sepse kam ditë që atër që do jetë një llosje e luftës shqiptare dhe Kosovës. Ka qenë një trik i rrezikshëm dhe i kurt në cilin ra vetë Hashim Thaçi fatkeqësisht. Se si vete Unë mendoj gjithsesi Albin të takoj, më çudi e madhe Hashimin. A Kraki, si s'ka pati Albin të takoj? Unë mendoj që Albin Kurti është e përmendet ju Ibrahim Rugovën, e kam një debat në Kosovë dhe u bo pak këtu viral sepse njerëzit nuk kanë kuptuar me vdekjen e Ibrahim Rugovës. Kishte mbet një vend i lirë këtu në skenën politike dhe raporti lirë o simpatia që si bova mbet një person tjetër. Me kalimin e viteve Albin Kurti ka arrit ta zëvendësoj jo ideologjikisht, por në raportin e bimit tek njerëzit, llogarisë që njerëzit e Kosovës ja transferojnë një lideri e tash lideri është Albin Kurti. Kush do të palë, qoftë edhe Hashim Thaçi, unë mendoj që kjo pokë është Albin Kurtit dhe do ta kenë shumë zor, se si do të vazhdojë asje, duke kritikën e tij më të fund, që është rreth Serbin, ka kenë shumë zor të dalin përballë ta politikë. Dakord jam, tërësisht dakord që do të jetë e vështirë, po do ketë garë, kësaj radhës s'pati garë fare. Kraki, të falenderoj jashtë mase. Faleminderit juve. Kur të vish në Tiranë, të lutem,
Kraki, kur të vish Tiranë për punët e tua, se mua vjen keq të mundoj vetëm për të ardhur në emision një orë dhe të kthehesh prapë, por kur të vish edhe për punë të tjera, të lutem të pres me shumë qejf për të vazhduar bisedën shumë interesante me ty në studio. Po të më lajmërosh vetëm 2 ditë para. Me shumë kënaqësi. Mos më harrosh tani Kraki, unë do të ngjitem, se jam gërnjar i madh, do të ngjitem për pasaportën kosovare. Erdhi momenti Kraki që të marrë dhe unë mbrapsh shumë dere që i kam bërë disa miqve kosovar, sidomos aktor të teatrit, i kam ndihmuar shumë, i kam çuar te presidenti para ca vitesh, te një nga presidentët e kohës, i kam ndihmuar se ata donin pasaportën shqiptare, dhe unë i kam ndihmuar shumë dhe janë shumë krenar për këtë gjë, se më kanë kërkuar trot çfarë vlla, dhe unë thash, pse jo më vlla, përdesa i njoh president dhe vetë i them, ky do të bëhet shqiptar vlla. A mund ta ndihmojmë? Brenda ligjit sigurisht. Kështu që tani Kraki, taksirate ke, unë do të ngjitem dhe do marr nacionalitetin, do marr pasaportën e 6, se i kam 5, shtetësinë e 6, se 5 shtetësi i kam. E kam vënë në plan që derisa të kem jetë, të kap të paktën 11 shtetësi. 11 copë. Po mora Kosovana do jetë e 6. Të hyj unë ndërmjetës për Bangladeshin ose për Sirinë, si dush. Për momentin jam akoma të vendet e krishtera. Nuk... Siria është djepi krishtërimi. Ish. Jo, ka sot krishtër, është djepi krishtërimit. E di, po nuk është tamam djepi sot. Flitet aramaishti asë. Jam dakord, po nuk janë të krishterë, më shumica se janë krishterë atje në Siri. Jo, nuk janë shumica, po djepi ai është. Ku ka lindë krishtërim? Mund të vemi dhe atje kulla. Pse Krishti ishte bjond me sy blu? A mund të më ndihmosh për Katarin, të lutem, para se vemi në Siri? Për Katarin, po. Faleminderit. Kraki, të përqafoj... Zoti Pulla, Çani, faleminderit shumë. Natë dhe mirë. Shihemi shumë shpejt. Unë të pres. E gëzuar vitin e... Natën e mirë. Ande Iku zëri tani. A bientôt, Kraki, salut. A plus. I pa parë Kraki, e para sa pozitiv është. Ti jep një kënaqësi. Mund të mos jesh dakord me idet majtiste që kanë këtë vetë vendosin më po kanë një qytetari. Disa prej tyre janë qytetarë shumë. Janë të lezetshëm. O kulla, unë them ta mbyllim vlla. 23:35 minuta ora. Dakord. Falenderoj shumë kulla që ndave me mua edhe Krakin gjithashtu. Gëzuar vit në ri. Gëzuar vit në ri kulla, ç'të uroj për 2026. Shëndet e jetë. Shëndetje se të tjera pasaj s'ka në rëndësi të madhe. I ke pasi dalin nga Afrika për ta si rrugëve. Sepse ka në një rëshket dhe... Ka dhe një rëshkitje e letë. Për Krishtinë e kështë shku s'paku 60 kontrol banesë. Se për 25 kështë shku në kontrol banesë? Po, që thotë. Dhe ti thua që ata tani mund të kenë goditje në tru? Po, qanë. Janë sekuestru gjelat. Po pse si nga Shqipëria? Si the më ledjo? Janë sekuestru gjelat për Krishtlindje. Edhe gjelat? Po. Kulla, pse si ki më burë? Ku di më pyte? Po qani më banë më burë? Dhe është ajo shpreje. Prap? Seferi Vajës. Nuk e di unë këta. Në vëndin tim jam Seferi Vajës, jam dikush i kupta. Seferi i Vajës? Po, Seferi, nëna e Seferit e kështë emri Vajë, edhe kështë i pari lagjës, e thoshte, unë jam Seferi Vajës. Kupto? Edhe? Edhe jam i pari lagjës, shuj, përndaj sikës. Edhe ku do ikës? Nuk është ka që kollaj t'ikës. Pra mi zgjori e drogua Benameta edhe, leta themi. Po, Arqivjalli. pa dyshim që është jo pak i zgjuar. Betëm se, humbi shumë dhe imë. Humbi shumë kur iku. Si humbi? Humbi gjëra, se nga gjo iku dhe nuk ja dha pjesën e vetë. Ben? Corruption is not bad. Corruption